Pamjet që po shihni vijnë nga panajiri ndërkombëtar Ditët e Bujqësisë, i cili po zhvillohet për të 500 vit radhazi në Lushnjë. Në ditën e dytë të tij vjet re një rënje e ndjeshme në numrin të vizitorëve. Brenda ambienteve të panajirit, pjesa më e madhe e të pranishmëve janë vetë ekspozuesit, ndërsa mungojnë qytetarët. Jashtë kamerave, bizneset pjesëmarrësme shprehen se interesi këtë vit është i ulët, çka ndikon drejt për drejt dhe në mundësinë për të krijuar kontakte dhe për të promovuar produktet. Sipas tyre, qytetarët shpesh kërkojnë të blejnë produkte në stenda, por u thuhet se panajiri është kryesisht për prezantim dhe jo për tregtim. Ndërkohë vetë ekspozuesit theksojnë se panajiret nuk duhet jenë vetëm reklam, por edhe mundësi konkrete për shitje dhe ndërveprim me konsumatorin. Kjo situatë nuk është e re. Edhe në vitet e kaluara janë ngritur të njëjtat shqetësime, duke cilësuar panajirin më shumë si një aktivitet promovues sesa një hapësirë reale për zhvillim tregtar dhe përfitim për bizneset dhe vizitorët. Organizatorët nga ana e tyre nuk kanë dhënë ende një reagim zyrtar mbi rënien e numrit të vizitorëve. Pritet që ditët në vijim të tregojnë nëse interesi i qytetarëve do të rritet. Ndërkohë pjesëmarrësit kërkojnë më shumë promovim dhe organizim më të mirë të aktivitetit. Ata shpresojnë që edicionet e ardhshme të sjellin më shumë vizitorë dhe mundësi reale për bashkëpunim.